që të merë, të shtrydhë Silimon dhe Gjun. Se po të kishë qenë në taborin e djathë, Partisë Demokratike, Tijës Demokratike, apo edhe të Aleancës. Jo, prap do ta keshin rria, ta bluar edhe në qoftë se bën gabime. Sepse e djatha është konservator dhe i vlerëson do vlera për nga ti vjen. Kurse këtu të shfrytëzojnë një moment sa ti duash dhe të hedhin. Sepse kështu është ky regjim i mentaliteti i majt. Dhe që zonja tani është e dëshpëruar. Në shembullin tënd zotëri Berisha i bie që Limoni i shtrydhur është presidenti Osmani? Presidenti Osmani që i bie është përdorur dhe e ke shpërdorur dhe po shtruar nga lëvizjave të vendosur, nga zoti Kurti ekskluzivisht. Për cilin e dëgjuat çfarë fjalë? Ju ka dukur mrekulli kur afro ngat. Pse? Ajo ka ditë mirë kur është çaj Hugo Chavezi që i thoi kjo është njëjtë. Por ishte ambicia personale dhe ajo të bërbon. Është keq përdorur nga Kurti. Jo, është përdorur. Hiç pa u kesh përdorur. E ka përdorur si ka desht. Jo, dini se i ka përkrahur gjitha politikat që kanë përplas Kosovën. Ka pasur edhe përplasje me Sosmani. Cilat kanë qenë ato? Vetëm po që tregoj. Për aleatët kur thotë që po luajnë Bigjoz me shtetin e Kosovës. Kur fliste për aleatët. Kush ka luajtur Bigjoz? Osmani thotë që Kurti. Po luajnë Bigjoz. E Osmani që ishte president dhe duhet të nënshkruaj çdo marrëveshje që emrin Kurti, çfarë po bënte Osmani? Kur u bë marrëveshja Bratislavës për deeskalim veri. A bëri shkelje duke nxjerr udhëzim administrativ që ishte antikushtetues dhe nuk arriti kur e pa se Kosova veç është tradhtuar, manin mend nga Isa Berisha. Kosova është tradhtuar. Kosova është tradhtuar. Manin mend, Albin Kurti ka mision edhe s'ka çfarë pa qenë në fund. Merrni